Burgim të përjetshëm për Naim Murselin, Kushtrim Kokallën dhe Granit Plavën kanë kërkuar Prokuroria Themelore dhe familja e të ndjerës Liridona Ademajt, e cila u vra në nëntor të 2023-s. Për të dyshuarit e këtij krimi, të cilën familja e ka quajtur makabër, trupi i gjykues do të thotë fjalën e fundit të martën me 21 prill. E në këtë seancë, tre të akuzuarit kanë thënë se nuk do të marrin pjesë. Në fjalët përfundimtare, palët arsyetuan kërkesat e tyre ndaj trupit gjykues që treshja të dënohet maksimalisht. Leonardi ka dëshmuar se gjatë një vizite djali më i madh në prani të psikologut ka thënë hajni e futi dorën dhe i bëri mamit bam. Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor kemi pasur mundësi të shohim trimbrojtje të mirëpërmendura. 3 skenar të ndryshëm të dhënë nga 3 të akuzuarit, në të cilët mundet të ju kenë zili edhe producentët dhe skenaristët e filmave të Hollywoodit. Kërkojmë që dënimi të jetë me burgim të përjetshëm. Çdo dënim tjetër e cënon, e denigron Liridonën, vendin, shoqërinë dhe vetdijen e popullit tonë për këtë krim makabër. Vetëm vuajtja e dënimit të tyre lehtëson sadopak dhimbjen e familjes sonë. Akuzat për vrasje i ka kundërshtuar Naim Murseli, i cili u betua se nuk ka të bëjë asgjë me vrasjen e bashkëshortes së tij. Unë gjatë këtyre viteve prej ngjarjes jam akuzuar për një krim shumë të rëndë, të cilën nuk e kam kryer. Unë nuk kam organizu kur farë vrasje, as nuk kam marrë pjesë në vrasje, madje as nuk e kam parë vrasjen, as unë as fëmia. Edhe avokatet e dy të akuzuarve të tjerë kanë kundërshtuar dënimin e Kokallës dhe Plavës, duke thënë se nuk ka fakte që ata kanë vrarë Liridona Ademajn para pothuajse 3 vitesh.